Me ligjin e investimeve strategjike morën Bregdetin e ndan ato për klientë të radhës, duke dhënë edhe me 1 euro. Me korporatën e investimeve po japin gjithë trojet publike në Tiranë e në pak qyteteve tjera për t'i ndërtuar. Me paketën e maleve do ta vazhdojnë, të njëjtën gjë që nisën në Bregdetin qytet, po kësaj radhe në zonat malore. Paketa e maleve është paketa e radhës korruptive, është paketë e cila cënon të drejtën e pronës, që lind konflikt, që sjell ndasi, është një paketë e cila është dhe antikushtetuese, e cila sot është krijuar një përshtypje në të gjithë Shqipërinë me zonat prioritare që po japin, me imponimin që po i bëhet bashkive, që do të jetë e njëjta filozofi, ashtu siç ndodhi në Bregdet, ashtu siç po ndodh në qendra qytetesh. Ne duhet patjetër që ta ndalojmë këtë babësi, duhet patjetër që ta ndalojmë këtë mundësi që i merr pronën pronarit ligjshëm. Nuk jemi shtet me standarde minimale demokratike nëse nuk respektojmë drejtën e pronës. Nuk jemi shtet normal nëse pronën të Zotit, shteti ja merr i pari. Nuk jemi shtet as europian nëse fillojmë e zbatojmë këto vendime që e shkelin të drejtën e pronës, shkelin vendimet e gjykatave, shkelin punën, kontributin e jetën e qytetarëve. Paketa e maleve është antikushtetuese. Paketa e maleve është burimi i radhës i konfliktit këtu në Shqipëri. Është përsëri një ligj i porositur që tregon kapjen e shtetit nga një pakicë që sot fatkeqësisht ka marrë frymën e ekonomisë.